ai lindi me kembe që nuk përgjigjen. Këne muashte pare, mje këtë tane se do të ishte keshtu përgjithmone. Paraliza. Një fjale që prinderit e saq nuk mund të thoshin pa mbitur, por dukej se nuk I interesante. Sita I tij kureshtare, shikonin në per dritare, sikur bota gjashte ishte ende e tera e tij. Dhe ndoshta ishte deri ne ditën kur kenim beriti. Ishte nje kenush I vogel me veshetez veshur dhe nje veshtrim po akteve menqëm sa ai I gjallit. E kwashten Tito, ata u rriten se bashku, sikur ta ishin pjese e njerit qetrit. Gjallime sojte rotulohejte lodrat, Tito I shtu ato ke nuk arrinin. Kur filloj të perdorte karroqen me rota, Tito me sojta e këte per kra, me të njeshten shpejtesi. Gurkante, Tito lepju doren derisa dimgja dukeze durueshme. Në moshen 7 vjeçare gjali ju nënshtrua një operacioni që nuk soli as një permiresim. Ai u kthie në shtepime I këte. Si te humben shkelkimin e tyre perdite. Dhe tera, por Tito këndroi agje, I shtrire prane karigës, hunda I shtrengoj, gishtate gjallit, në pritje. Derisa një dite, ai keshi, e ulet, I dobet, por ai keshi, dhe Tito tundi bishtin, sikur të kishte fituar betajen me te rendësishme. Të jetës e tej, shtepia ishte e vogel, por plot për shtatje, rampa mbeshte tese dier të gjera. Gjithska u bene mënyre që gjallite mund të eksplorontes dosep në mënyre të pavarur. Dhe ai beri, me Titon pas, ose per para, ose në vendin fkinj. Gjithmone bashke, naten ata flinin në të njajten dome. Iri Tito zvaret e poshte krevatit, herë flinte me mjekren në dishek, syte e përkendruar gjithmone në fytyren e gjallit. Në shkolle, ai ishte I vetmi në kësënes me aftesi të kufizuara. Disa femigje shikonin me kureshqe, të qiret, me ke kardje. Por Titos thjesht duhejte shfakej në porte kur largohej per të ndryshuar gjithçka. Gjalli undez, dhe koleget erdhen gjithashtu. Ata donin të perke dhelnin kenin, të luanin, të benin pjeqe, pak nga pak ai berimik, por shoku me I mire nuk ndryshoj kure. Mjeket tane se gjalli kishte nje trup të brishta, infekcionet ishin të shpeshta, ftogjet u këtjen në shtrimin e spital, por ai mund të perbalonte ate. U këtje me, I holle me I zbete, por u këtji, të Tito e priste, dite të rashtrire të dera, pa ngrene, pa luashtu, vetem duke pritu. Dhe kur makina ndaloi, ai ishte I parikëmberriti. Ai kerçu, le, kau nga gezimi, dhe gjalli buzekeshi. Në moshen 10 vjetës, ai kaloi nje kohete gjatë në spital. Nje virus I ri, thane ata, mushkerita u lodhen, temperatura në ku ull. Mjeket flisnin në hesqe në koridor. Prinderit po kanin në bangje, por gjalli pjeti vetem per Titon, a do teme prese ai, dhe nena tapo. Si ai nuk do të ndalon të kure se prituri, pas 3 javesh, ai u këtje, krahet me ti, ole zerime I ulet, por Tito ishte ati. Melodren e ti të preferuar në gogje, si kur ta kishte per seri tur që në dite atë ribashkim. Gjalli u per pok të buzekeshte, dhe I adoli, muajt ne vigjim ishin me kugjdes. Mjeku ta se kishte, nevoja per pushim. Pak per pjekje, pak stres, por gjalli nuk donte të ndalonte, do gjatë të shihja dielin, të ngjegja erën, të dëgjojja Titon të lene per fusha, dhe ata u larguan. Që do pas dite, nena e shtinte karigen në park, Tito ishte I lire, duke vrapuar. Dhe gjalli keshni me gjithe trupin tuaj. Një pas dite, e pjetin e se Titi e kuptonte se qfare, ishte vdekgja. Në nangriu, babaj e fshehu frime margjen, por ai e shikoj kenin, sikur ti ishte ai ke duhej të përgjigjej. Tito vetem ushtri ne kembet e tish dhe psheret ju, dhe gjalli I led hati veshet ne heshqe, dimri erdi heret atevit, kolla, u këtëji, si te humben shkel kimin e tajre, por ai nuk u ankua, unë nuk kava, tjeshti kerkova Titos të flinte afer, dhe ai flinte, I perkulur, I vemenqem, I palevishem, në praktej dite lingjes, ai kerkoj një durate, të shite, dhe tin. Prinderit shikuan njeri qetrin, ishte larg, ishte e rrezikshme, por ata thane po. Ata moren me kiranje shtepite, dhe shtene një kytet të vogel, në bregdet.
Tito vazhdoi, sigurisht. Makina ishte shume e vogël për kaq shumë kujdes, por askush nuk kujdesej. Gjali keshik gjatë egziter rruges. Ai vuri në dukje pemet, rretoi makinat. Ai I foli Tito sikur të thoshte një sekret. Ju ta mberritën në plazhvone pas dite. Deli ishte I ulet, era ishte e butte. Nena e tij që vendosi në karrige, babai e shtiu në rere. Tito vrapoi per para hapi groppa, ukte me kopa predhe. Gjali nuk mund të ndalonte se keshuri. Derisa kerkoi të hikte ke puqet. Doja të ngjeja reren. Me kujdes, babai I tij e mori atë. Ila kembet të preknin buzen e ugjit. Batika ishte e butte. Gjali mbili sitej, de mori frimetelle. Tito mberiti dhe ushtri pranë tij. Unë të trekëndruan ati, pankësitim, as një fjale. Atë natë të gjite fjetën në të ngjajtën dome. Gjali mbante putren e Titos si të ishte një premtim. Dhe para si të mbilte site a I peshperiti. Nesë një dite nuk kthehem, do të me gjesh apo jo. Tito nuk u përgjigj, a I thjesht vuri hunden në gjoks, si për tetën e po. Gjalin e zuri gjumi, Tito kendroi zgjuar, duke kurshir, në pritje. Veshta erdhi në film të atij viti. Pemet në park ishin të mbuluara me gjete të thata dhe era duke se peshperis të gjera ke askush nuk donte ti dagjonte. Gjali, tash me dimbedgje të vgjes, nuk fliste me shume, njep gjesete, miret e ditejs I kalonte ne domen e ti, me duart e mbeshtjela në leshin e Titos, sikur që gjo ishte a gjokej I mbante ende zguar. Doktori kishte përsëritur serish fjalet e veshtira. Infekcion kronik, lodhje I rendi, hipoksia. Por, prinderit dëgjuan vetëm njëge kini kujdes. Lukesh sikur që rogje ishte e varur nga një figje, dhe atë figje do të tërhikte ndonjë kolema e forte, në ndonjë ete e pashpjegueshme. Edhe keshtu, gjali kembenguli ti buze keshte Titos që loditi. Edhe I dobet, edhe me sitem bitur, bente per pjekje per të dukur I plote. Per ta, Tito mbeti I njajti, besnik, kushto gjini vemendje, I kujdeshem, flinte prane krevatit, si një roje kë nuk I hikte syte nga ai kë donte. Ndonjë here, ne orete parate mengjesit, nuk griheshte nu haste ajrin. A shkojte dera e dhome se gjallit, vori hundan në drudhe u këthium. Sikur te patrullonte heshtjen, sikur nuk mund t'i besonte në të skejt alinte tekete, një I fund gjave me re, babi soli një album te vjetër fotografik, te gjite u ulen ne dome, me gjallin te mbuluar nga një batanje e lete, I shfletonte faket ngadale, me gishtin ke kalonte ne per imaze sikur te prekte kushtime nga Afrika se mos I tjente. Nje nga foto t'i shfakte atë dhe Titon si femje të vegjel, të shtrire në barine o borrit të shtepise e mesite, ambillur me fytyrat e kthjera nga kjeli. Duke shim të lira, ta e mezet e ulet. Tito, pranë ti, vuri koken në prehër, sikur të kushtonte edhe atë dite. Gjavet ne vigjim ishin në ndrejshe, kishte diçka ne ajar, gjali dukej me I lodhur pa etën e fare, ndonjë here shikogjanga dritargja per minuta të gjata patene asgje. Prinderit shkembjen shikimen e heshqe, ata nuk donin të pjesnin. As konfirmoni, por ata e dinin, në nje nga keto pasdite, a I tirri në nën e ti me njëzet të dobet, karkojte shkruante një leter. Gjo u ul pranë tij, në kësori një fletore dhe një stilolaps, dhe a I filloj të diktonte. Fjalet erdhen me pozat e gjata, porte forta. Ishte një leter drejtuar Titos. Ai foli per gjithçka ke gjetonin, lodrat, vrapimet në fushe, në tet. Ke flinin bashke. Ai kërkoi falje ke nuk mundi të vraponte me, ke nuk doli per ka gjatën. Dhe në fund ka shkruar, nese nuk mund të flaskushto erën time, nese nuk sho, kërko e ndrati mia, nese nuk tehem me prit. Nena, I mbajti fort lotet, por nuk mundi. Gjali e kapidoren dhe buzeke shi, sikur të thoshte se gjithçka ishte në rregull. Tito sapo u afrua, u shtrime gjismen e trupit në kembet e gjallit të mbilisajte. Pas asaj dite, a I filloj të flinte me shume. Mjeku tas ishte. Trupi ke kursente energji, zemra ishte e dobet.
por gjali ende u zëgjua duke buzekeshur kurrë hunden e Titos duke I prekur faken. Ishte sikur kjo të mjafton të per të mbajtur mengjesin. Një mengjes me diell, nëna e tij çojnë oborrin e shtëpisë. Ishte I njëjti vend ku ata luanin. Ata vendosen një batanie të madhe në bardhe ai ushtri atje. Tito ushtri, në pranë e tij, ata ngulën sitën e kill, a mendoni se kelishet e nderojnë, pyeti ai. Nëna tha po. Atëherë unë shpresoj se ju e nderoni për mua, gjithmonë. Babai u shfaq me një dhurate, një gjerdan me një varese në forme koke. Kështu që ju mund të vendosni në Tito, tha ai. Dhe gjali e mbajti me kujdes varesen, pastaj e veshi me ndihmën I nënës së tij. Kishte një gdengje të vogël mbi te, do të kthehem se shpejti. Në mbrëmje ai u kolit përsëri, e thet, por ai përsëri I kërkoi Titos të mos dilte nga dhoma. Fryme marrja e tij ishte e shkërter, sytë e tij ishin gjysmë të mbyllur. Megjithatë, ai u përpokte ngrinte dorën dhe të prekte, kokën e kenit. Mos me harro, pesperiti ai. Ditet nevizim ishin me taketat që kishte pare ndonjëherë shtëpja. Me zidek gjogja asgje gjeter përveç tik-takimit teoris dhe gjurmes se putrave të Titos kë eknin nga dale. Ne per doma, ai shikoi nuhati u kthaje, sikur të mate pranine e kohes, sikur donte ke gjithçka të shkonte me ngadale. Gjali ishte ende ati, I gjalle, por në kopat të vogla. Kam fetur pothuaj se gjatë gjithë kohes, edhe une ende rogja. Ta, gjera kë vetem ai I kuptonte. Ai tiri Titon, kesh vetem. Ndonjëherë kaja, ndonjëherë ai mermeriti fjale paze, por Tito I dëgjoi. Kam dëgjuar gjithmonë. Në nje nga ketonete, gjali u zgjua I frikesuar. Nëna vrapoi drejt. Po gulçoja. Doja të dia se ku ishte Tito, kam me nderuar se ai me humbi mua. Nëna ti rikenin dhe ai hiri në dome dhe ushtri pranë shtratit. Gjali vuridoran më bita dhe peshperiti, mos me humb. Dhe ati kendruan, te digja, në erezire, mes frime marjes, se dobet te njerit, dhe heshqes mbrojtese te. Gjatrit, si qka kene gjithmone, si që do ta ishte gjithmone, heshgja në shtëpi nuk ishte me engjashta, ishte me I dendur. Konsumon me shume kohe, si kur qdo murtem bante ajrin per nje kohe të gjate per para se ta leshon të perseri. Tani gjali kalonte pothuajse qdo dite në shtrat, fytyra e zbete, buzete tara. Flinte me ore të teradhe, kur u zgjua, fliste pak, por Tito ishte ende ati, e forte. Me si të vemen qem, si kur kupton të gjithë që ka papasur nevoje, gëdikush t'i shpëgjegonte. Ata gjave mjeket filuan të vinin në shtëpi, në gjë në didita, hine në heshtje, folen në heshtje, shikonin provimet me si ka e ush mangeshin prinderve. Ata tani se ishte I rendesishme per ta siguruar. Rehati dhe lehtesim, dhe me gjithese skush nuk e thame zete lartu, të gjithe dinin se qfare do të thoshte, por gjali, a ishte ende I buzekeshur. Sa here kje I shihgja Titon, edhe me si të lodhur, edhe me dimgjën ke me shtrengon gjoksin. Kur Tito u nëngjit nga dalene skajin e krevatit, zgjati dorende per disa sekonda u duk per seri I plote. Tito nuk lepju, nuk kerqu, nuk le. Unë tjeshtu shtriva se bashku, si kur ta dinte ke zhurma mund të dhemte tani. Një pas dite, gri babaj luajshti muziket të butene domej. Ishte kenga që ata e degjonin kur shkonin në park, gjali mbili si ti. Në najtë I gjuëll prane e ti dhe filloi të tregon të histori të vjetra. Herene pareke pa detin, dite kur Tito geltiti një çorap, kur karrigia ngecine balte dhe të dike shenderi sarane, nuk foli, por buzeke shime si dikush, kërrijeton gjithë shka brenda, me vone a I kërkoj leter, zeri I ti me zidoli, por a I kembënguli. E solimami, a shkarraviti diçka nga dale. A vizato I ngjegjalli dhe njeken duke pare kjelen. Krahas saj, a shkroj me përpjekje. Ne ende do të vrapoj me në rënën te. Dhe a flinte me letrën e shtipur në gjoks. Te në sermen në mengjes a kishte probleme me frime marjen. Me ku erdhi shpejt.
Aplikonte ilaçe, fliste fjale teknike, por asgjë nuk dukej se kishte ndryshuar. Gjali ishte ati, por një pjesë e tij tashmë dukej se ishte zhdukur, sytë ishin të hapur, por larg, sikur pa diçka që askush tjetër nuk e pa. Tito per herët e pare, refuzoi ushqimin. Ai ushtri pranë krevatit gjatë gjithë ditës, me kokën e shtrenguar pas dorës së gjallit. Naten u ngrit të shkoj të dera, ai kau me zeta u let. Pasta gjukthi, ai u ngjit ngadalë dhe vendosi hunden në gjoksin e shokut të taj. Dhe kesh të këndroj derisa i zuri gjumi, të në sermën nëna uz gjua nga një peshperiqe. Gjali kwej Tito, do gjate shkoja ne oborin e shtepise. Prinderit shikuan njeri tjetrin. I ftohti ishte ende intensiv, por kishte diell. Moren batanigjen me të trashede reguluan karigen. Dhe soren gjashte. Oborri i shtepise, duke ndryshe. Kjeli blu era e lehta, gjali mbillisi të demori frimetelle, Tito vrapoj pak. Germoj një septëdeut, pastaj u kthi dhe ushtri pranë karriges. Gjali pesh periti, me premton se do të me kushtosh çdo ditë. Tito nuk u përgjigj, ai thjesht e mbështeti trupin e tij kundër tij. Në dhome, gjali dukej me i lehtë. Ai kërkoi të flinte me dritaren hapur. Doja te dëgjoja eren. Doja te dëgjoja hapat e Titos në korridor. Doja të ndihesha sikur isha në pjesë e botes së gjashtme. Gjatë nates, ai u zgjua për seri. Ai shikoi nenen e tij dhe pjeti, me tregosa e vogël isha, dhe agjota. Per ditan kur e mbajti Titon në prehur per herët e pare. Per herët e pare ai buzekeshi, vetëm duke dëgjuar lehjen e tij. Ai tha se, e di para se të dinte të ekte, ai tashme dinte të dashuronte, ai mbilisite, ne e lotra, por ishte e këte, pa dimgje, sikur të thoshte se mund të shkoja. Tani, Tito u afroa, në na e përkedheli floketi gjallit të sajtë këndroj ati. Ne heshte, sikur ai moment duhet të zgjaste me shumë se sa do ta lejon të koha, në fund të asaj gjave, gjalli pati temperature të lartë. Fliste pak, me zihante, por ai perseri, në viri Titon. Ai I preku veshjet sikur të ishin beren nga suvenire, ai murmuriti ndrat. Unë kam shpikur skena. Ai tregoj sekrete që askush qeter nuk I kuptonte. Te Tito dëgjoi gjithçka. Pa shikuar kurre larg, pa baj një natë, gëndroi gjashtë domes perore të tera. U lur në dishemi në korridor, duke kare me ze të ulet, në nen e zuri gjumi me doren e saj midis të birit. Dhe Tito shikonte gjithçka. Si një ushtar në graden e tij të fundit, një pas dite gjalli u zgjua dhe tha, mendoj se po harroj se si eshte të vraposh. Nena u perkull dhe tha, atëherë mbilni si të dhe imaginoni, unë edhe, Tito do të vrapoj me meju. Ai buzekeshi, I dobet, por ai buzekeshi, dhe pastaj që zuri gjumi përseri. Askush nuk e dinte se sa kohë kishin mbetur, por të gjithë e dinin se fundi po afrohej. Ata thjesht nuk folen, ata thjesht nuk e pranuan, ata thjesht nuk e dinin se si do të shtikurete mos ishte me atje. Kur Tito shikoi domen bosh, kur heshtja ishte me shume se mungesa, ishte hambëgje. Ate nate, hena ishte e plote. Drita hiringa dritargja dhe ndriqui fytyren e, gjallit, ai flinte, Tito e shikoi, dhe koha. Koha duke që pezulluar, sikur nuk kishte guksim të ekte per para, gjalli ishte me I kete, edhe kur dieli binte në dritare, ai nuk kërkoi të dilte. Si të I tij, me pare plot pjeqje, tani ishin fiksuar në çdo pike, sikur të perpikej të dëgjonte një tingull kë askush tjetër nuk e dëgjoi. Tito gjit një I vëmendshëm, u shtri pranë taj dhe nuk doli as per të ngreni. Fryme marja e gjallit ishte me e dobet. Ishte sikur trupi po përpikej të ruante çdo ons energjie. Nena e tigje I përgatiti ushkimet me kushdes, duke u përpjekur ta emociononte për të ngrene diçka, por pjata u kthie pothuajse e paprekur. Ai pranonte vetëm lengje ndonjë herë, edhe pak supe. Dhe vetëm nëse Tito do të ishte pranen, keni lepju buzen e pjates, sikur të ndihmonte gjallin të kushtonte se ishte ende ati, ai mund të shigjonte akoma pak gjete.
Prinderit flisnin ne heshtje, ndonjëherë mbileshin ne Tomi. Ata kanë, babaj kaloi me shumë kohë në obor, duke ngullur sita në hapesire. Nëna e tish flinte me të në Tomi, por u zgjua disa herë per të kontrolluar frime margjen. E tij, Tito gjithashtu. Ai flinte me hunden e shtipur pas batanies, duke I kushtuar vëmendje çdo lëvizjeje. Vizitat filluan të bjen. Shoket e shkolles dërguan vizatime de video, por askush qeter nuk u shfaq. Doma u be me e erret, me e kete, edhe zeri në televizor dukej I pavend. Asgjë atje nuk perputej me idene e normalitetit. Një pasdite vonë, gjali kërkojte shihte kjellin, e ema e mbylloj me një batanigje të lehta, I vuri një kapele në koke dhe I çoi në verande. Ajri ishte I ftohtë, por ai mbylli syte dhe mori frime tele. Tito këndroj anash me site tishte vëmend shem ndaj fytyres. Shte bukur apo zho, tha gjali dhe Tito e tundi lete prapanisen, sikur ta dinte kjo gjofgjali mbante me shume se sa duke, atenate, kollau këtjeme e forte. Joksiberi zhurme, në natyrim jekun, I cili rekomandoj vezgim, gjali nuk donte te shkonte në spital. Ai kërkojte këndronte në shtepi, te prinderit rane dakord. Shtrati u perforkua me gjasteke, ila qetu organizuan në komodinen, oksigjen ju vendos në septe dome. Dhe Tito atje, gjithmone ati, nga njëhere, gjali dukej se po permire sohej. A I tregoj histori Titos, shpiku e mraperrete, keshte me zete ulet kur keni bente diçkate trashe, por me njëhere pas kesaj, heshtja uktje, një heshtje, e dendu, e lodhu. Gjë nga ato ditën e dome hiri nena e tiqte e gjeti duke I peshperitu në vesh Titos. A ju ndalte dera I heshtu. E dëgjoj gjalin duke të nej. Nëse nuk mund të këndroj, du të me premtosh se du të me kushtosh të do dite. A du të shkosh në vendet ku nuk mund të shkonim bashke? Tito le piu dorin, pa I hekur si të nga të tutte. Ditet në vigjim, ishin me të veshtirat. Gjali flinte shume. A I fliste pak, kur foli ishte me Titon. Ndon gjeheri a I thjesht leviste gishtat, duke e thirrur kenin me afer. Dijaj po shkonte, e ju perkull, a I psheretiu se bashku. Sikur te përpikej të ndante peshen e asaj frajme. Mjeku erdhi per ta vizituar në shtepi. E egzaminoj, ma ti bisedoj me prenderit. Me pas doli nga shtepja me site per lotur. A I tha se po benin gjithë qka si që duhet. Se dashuria ka I dhane ishte ilaci me I mire, por zeri I sajë nuk e fshehu ate ke askush, nuk donte ta thoshte me zete larte. Te dielen e fundit me diel, babaj I tigje qoj në oborin e shtepisi, nëna shtriu një batanigje nën hajën e pëmes. Anta shtriheshin ati a I dhe Tito. Gjali shikoj gjetet, kellen midis dëgeve, buze keshi. Dhe ajta, une mendoj se ki eshte vendime I bukur në bote. Tito u shtri kunder trupit, me hunden e gjoksin e dobet të gjallit. Dhe ata këndruan, I keshtu per ore të tera. As një ze, as një levizje, vetem frimemarje dhe nksetesi, ate nate gjalli kiste ete, I forte. Mami këndrui zgjuar gjiten aten, duke nderruar lekate ftotta, duke ofruar ugje. Babaj këndrui të dera, duke pare Titon, I cili nuk u largua as per një sekonde. Keni tani por enkiste me zete u let, sikur të engjente se diçka po vinte. Të ne sermen heret në mengjes, gjali hapisite per një moment. Ajde I buze keshi Titos. Ajta diçka shume ta kete, të cilen askush nuk e kuptoj, por Tito dukej se e kuptonte. Ai e tundi prapanisen vetem një here, dhe ai u shtri prane ti me hunden në zemir. Frime Maria e tyre e perzier, e dobet pothuajse e padukshme. Gjali ishte ndë ati, por trupi I ti ishte pothuajse I heshtur. Dhe Tito nuk flinte, prisja, si që bente gjithmone. Doma ishte me e kete se kurre. A gjërma e eres nuk dilte nga dritargja, gjisme e hapur, gjali po merte frime me veshti resi. Si ta edhepse ishin të mbilur leviznin poshte ke pallave sikur ta e kërkonin diçka, Tito ishte ati I shtrire prane shtratit me hunden e mbeshtetur në buze, duke pares du levizje të vogel.
Në nahirin gadale mengjele ke telagur per të fshiri gjersën nga bali të birit, ai nuk tha asgjë. Kishin kaluar ditë ke ai ishte pergjiggjur me fjale, vetëm me gjeste të vogla, shtrengi me duarsh ose lëvizje të lehta të gishterinjve. Por ajo ende fliste me të studiti, ai tregoj se çfarë po ndodhte të gjashte, emri I luleve. Të regja në kopsht, mesazhet që dërgonin shoket e klases në shkolle, dhe ai foli për Titon, edhe psikeni ishte ati. Sikur fjalet do të ndihmonin për të mbajtur gjithçka së bashku edhe pak me gjate. Atë mëngjes, djeli goditi fort dritaren, doma u be me ndritshme, dhe edhe me temperature gjali levizi buzet. Nëna u kulper të degjuar. Zeri ishte I dobet, I gervishtur, nxirre Titon gjaste. Atij I pelkën djeli, nëna buzekeshi me syte per lotur. Ai largohet vetëm nëse shkon me të dashuria ime. Gjali buzekeshi paksa. Tito ngriti koken, I vëmend shem. Pastaj lepju gishtat e zbehtet e gjalit, një nga një me ketesi, sikur I thoshte lamtumireq do pjeset e tij. Me vone, baba I solli karrocen me rota, me kujdese bashku me të emen, e vendosi gjalin ati, të mbeshqele me nxje batanizhe të lehtë. Fytyra e tij nuk kishte me akëngjira, por sita I shkelkenin pak. Ata shkuan në oborrin e shtëpise. Tito u dhahikte duke kthyer koken here pas here për të siguruar që ata po e ndiknin pas. Gjali shikoi kjelin, rreth lëviznin ngadale, era ishte e lehtë. E ngjeshta e re sikur vrapuam atë pasdite të kushtohet Tito. Keni tundi bishtin, u ul pranë kariges dhe u shtri, duke e shtipur trupin të kembet e gjalit. Nëna u largua, mpa duke fshire si te ne hesqe. Baba I këndroj me mbrapa, me krahet e krikezuar dhe me buzet I lidhura. Gjali zgjati doren. Tito e lepju. Të kushtohet premtimi june, apo gjo, të eknim në vendet ku nuk mund të shkonim bashke. E ndaloj, e merte frime me veshtiresi. Shko vetëm tani, por një dite do të kap hapin mire, askush nuk të asgje. Hesqa ishte ake trashe sa zhurma e gjeteve ke drideshin duke si ulerime. E ema u afrua duke I mbajtur gjalit nga dora qeter. Gjali e shikoj ate, une gjami per gjumur. Zeri ishte I dobet, po thuaj se I padegju e shem. Nëna u, gjungjezua prane kariges. Ti mund të flesh dashuria ime, në gjemiketu, Tito eshte ketu. A I mbylli syte. Frime Maria ishte lehte, po tuaj se asgje. Tito ngriti koken. A I vendosi hunden në gjoksin e gjallit, dhe a I mbeti I tille, I palevizur, as nëna nuk levizi. Babaju gjungjezua pas kariges me syte ngjitur në fytyren e tebirit. Kaluan minutat, ndoshta ore, koha atje pushoi, se numeruari. Derisa gjali le shojnë gjep sheretime me tek gjate deme të tele, pastaj, gjome, Tito le shojnë gje, renkim te ulet, a I uli koken, a I mbeshteti tek gjite trupin në karigje, nëna e mbajti gjalin e saj me fytyren, e fer ti, baba I ka me zete ulet, duarte ti drideshin duke u perpjekur të mbronte një trupke nuk ishte me ati plotesisht. Antenate Tito nuk u larguan nga karigia. Askure hoken nga oborri, askure mbuluan gjallin me sarsafta barde, a I ushtrine të ngjeshtin vend, duke pare kjellin. A I nuk kau, nuk le, djesht këndroj, në ditet në vigjim, shtapia, ishte bosh, doma e paprekur. Lodrat në të njëjtin vend, batania e hedhur në divan, Tito ekte nga dale, duke nu hatur ne per koshe, në njëherë ndalon të para deres se dhome se gjumit. Sikur pristeta dëgjonte serish ateze, por ajo nuk erdhi, nje zhëve me vone, Tito u zhduk, nëna doli në rrugë duke thirrur, baba I vendosi postera, fqinjet të ndihmuan, asgje, didite me vone, nje infermiere nga spitali thirri. E dasenje kën ishte ullur në hirgje, pa levizur, kënje nate me pare. Nëna vrapoj atje, ishte Tito, e piste me si të zhitur, por e forte. Ishtrire atje duke pare deren e dome se urgjense sikur e dinte se dizi ishte. Ende brenda, aqe u gjungjezua dhe per kafoj. A I nuk reagoi mengjëhere, pastaj le shoj njep sheretime të gjate. Dhe a I vuri koke ne prehrin e saj, ate na te Tito u kthje në shtepi. Nuk hengri,
ai nuk beri shaka, por ai ushtri në domen e gjallit, duke u mbështetur pas murit dhe ati mbeti sajt kaluan. Tito ekte qido ditin e për te njëjtat vende kë i pelken të gjallit, undal para shkoles, u ulanin pemen ne oborin e shtepise. Ai ushtri në balkonin ku kishin pare kielin se bashku. Ai e qingadale, por në menyre te këndrueshme. Sikur që do hapta ishte një kushtim. Sikur po përmbushte një premtim, të në që do hapte tish dëgjohej një peshperitje. Një e merë, një dashurika nuk vëdik.